Të dashur teleshikues, jemi këtu me kryetarin e shoqatës Malësia e Madhe. Natyrisht ky event për ngritje apo për mbledhje fondesh është një nga veprimtaritë kryesore, se pa fondet nuk kryhet edhe veprimtaria e shoqatës. Sot mësuam zotin Drek që afërsisht janë grumbulluar rreth $120,000. Herë në radhë të parë, shfrytëzoj rastin të përshëndes juve si televizor dhe të gjithë shfaqësuesit e këtij programit që bani punë të bukur e të mirë. Shoqata Malësia e Madhe shpreh gjitha dëshirat, t'i falenderoj gjithë donatorët e sajna që nga fillimi i ndërtimit të kësaj shoqate. Dhe sot e kanë treguar vetën, edhe këta që i kem sonë të prezent, por edhe i shumicë tjetër që s'ka mujë më arsonte, por kanë dhënë kontributin e tyre dhe vazhdojnë edhe ditët që vijnë. Ishte interesant fakti që edhe pse i ndjeri Simon Palushajin është në Parajs, familja e tij ka dhënë rreth $50,000 për shoqatën kësaj here. Po, e falenderoj nga zemra familjen e të ndjerit Simon Palushaj, e cila po vazhdon të jap kontributin e çmuar në shoqatën tonë. Zoti e ruajt me të mirat e vetën familjen e tyre. Cilat janë 3 apo 4 drejtimet kryesore ku shkojnë fondet? Po, si zakonisht, shoqata Malësia e Madhe ka ndihmuar studentë, familje me nevoja të veçanta, të smur, ka ndihmuar shkolla, ka ndihmuar klubet sportive, shoqata kulturore artistike, mren dhe jashtë atë leut, ku është ka nevoja, shoqata Malësia e Madhe ka ndihmuar. Dhe ndihmon dhe vazhdon kontributi i saj. A do lypse të bëhet diçka për vetë komunitetin ku jeton shoqata këtu? Po, është mirë që së bashkut me komunitetin ton të mendojmë edhe për këtu, se edhe këtu na lypet që të angazhohena që për trit tanë që janë të zhvilluar të rrit këtu, që të mujmë të ruajmë njëri tjetrin, të ruajmë gjuhën, të ruajmë kulturën, traditat tona shqiptare dhe mos t'i lëmë masdore. Dhe ju jeni një shembull i mirë për këtë. Djali juaj Valoni, një këngëtar, një talent i vogël, edhe sot e kësaj here entuziazmoi të pranishmit. Po, vazhdon dhe i tash si i ri, ka talent, e shpresoj që do të vazhdoj edhe në të ardhmen e tina, dhe shpresoj se edhe tjerë moshatar të ri, të moshës së tina, të ruajnë e të mundohen të ruajmë e të mbajmë gjallë kulturën, gjuhën e traditat tona shqiptare. Shoqata Malësia e Madhe në këtë mes edhe sot ishin të pranishëm dhe shoqata të tjera të pjesëve të Malësisë, dhe kjo është një gjë mjaft pozitive, besoj. Po, është shumë pozitive, sepse këtu mezisi jem shoqata bajaki, por tregojmë një bashkëpunim me njëna tjetrën, si shoqata Kosova, shoqata Sofra e Kelmenit, shoqata Kastrati, shoqata Rapsha, Jehona, Koja, gjitha shoqatat, kur është nevoja bashkohena me njëri tjetrin dhe i napim atë ndihmën, ndihmojmë ku është nevoja mas forti. Ju uroj gjithë të mira dhe suksese shoqatës suaj dhe gjithë anëtarëve të saj. Faleminderit dhe uroj shëndet. Gjithë mira. Ju folët në takim, por është mjaft impresionuese fakti që janë shoqata brenda Malësisë së Madhe, të fshatrave, të maleve të Malësisë së Madhe që gjejnë vetveten, secila prej tyre në një aspekt të veçantë për të ndihmuar vendlindjen. Si e vlerësoni këtë fakt? Po, zotni Rafael, unë gjithmoni kom shkuar saj që vërtet shumica ban forcën dhe gjithmonë kur njerëzit punojnë bashkë me njëri tjetrin. Ani pse janë shoqata aty, ti afrohen njëri tjetrit si vllazën dhe ti kryejnë ato detyra në kuptimin e ndërmarrjes që marrin ata, mos të lëshohen të gjithë për një temë, por t'i ndajnë detyrat apo ato, si thuash, obligimet. Njëna shoqat punon për diçka, edhe shoqata tjetër për diçka tjetër, edhe ato vinë e plotësojnë njëna tjetrën. Po unë po të them tash vite,
malësorët e malësisë madhe duhet me i nderue dhe me i respektue. Sepse, edhe pse noli e Konica atëherë ishin kolosat e shqiptarisë në Amerikë, ishte dhe Atanas Gegaj, po ashtu një doktor profesor nga Malësia e Madhe që ka doktorue në temën përgjes Kastriotin Skënderbej, lëvin deri të rrallët e 65 vjetëve të malësorëve që nuk janë larguar prej aktiviteteve. Edhe atëherë janë munduen përmes të këtyne festave kombëtare e tjera të mbojnë atë vetën e të ruajnë emnin Malësia e Madhe, të respektojnë ata dëshmor atje, gjithë që ka kanë sakrifikue në kuptimin e asajt veprimtarisë malësisë madhe dhe duhet nderua këta djelmosha e vajza kushdo që punojnë brenda shoqatit për angazhimin e tyne që veprojnë për të mirën e malësisë. Unë e theksova atje, këta kanë veprue edhe për student, edhe për njerëz në nevojë, edhe për pleq, edhe për sa tjera të rrallshme që kanë veprue. Këto është në drejtimin ekonomik. Në drejtimin politik, unë e shoh një domosdoshmëri mobilizimin e gjithë shoqatave shqiptare për çështjen e ulçinit. Cili është në opinioni juaj? Opinioni im është, unë bile edhe deri tash mendoj pse nuk jemi quhe ne të shkojmë në një protest, anë në New York, anë Washington. Sepse me bolli kanë da e na kanë marrë të soptue trojet tona shqiptare, tash edhe me shkuëm brenda zemrës shqiptarisë të ulçinit asaj të që është histori shekujsh, ata është lene se ne na çkatrojnë e na damtojnë, por në këtë kuptim për të organizue një protest përgjithshme apo dhe not protestuese me shkrim, është një vlerësim që gjithë bashkut, jo vetëm Malësia e Madhe, por në bashkë shqiptarët kudo janë në Amerikë, t'i ruajmë e t'i përkrajmë vllaznit tanë të ulçinit e krajs me ato vende alejna. Profesori, faleminderit. Kaloshi mirë, faleminderit. Gjithë të mirat, faleminderit gjithmonë që jeni pranë televizorit. Faleminderit shumë. Sukses edhe falenderoj mediat ju dhe çdo herë që merr një pjesë kudo, sepse në atë mënyrë pasqyroni jetën e komunitetit po dhe ma gjarë në kuptimin e sferave kombëtare shqiptare. Ju faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kemi këtu një nga drejtuesit e shoqatës, profesorin Luk Junçaj, i cili është aktiv në organizimin e kësaj shoqatës. Luk, çfarë është e veçantë e shoqatës Malësia e Madhe? Si vazhdojnë ta ruajnë ata traditën? Po, shoqata Malësia e Madhe është gjithë në kompakte mas 25 vitesh. Arsyeja që ne jemi kaq kompakt, jemi kaq aktiv, kaq të fortë, është fakti se forca na vjen nga Adheu, nga Malësia. Aktivitetet tona kanë qenë pothuaj 100% lidhura me Malësinë dhe ajo është forca jona, është motivi jona, ajo është ajo që na shtyn të jemi aktiv dhe të vazhdojmë të veprojmë dhe të ndihmojmë atje ku janë nevojat më të mëdha. Kësaj here po duket një problem tjetër në ulçin. Por me vendimet e qeverisë malaziase kundër vendimit të komunës së Ulçinit për të caktuar fatin e plazhit të madh të Ulçinit. Çfarë mendoni që mund të bëjë shoqata në këtë ditë? Si historian që jeni. Ne këtu në Mërgim e kemi ngritë zanën ndaj kësaj ngjarje që është aktive tani në Ulçin. Pronat shqiptare, tokat shqiptare atje duhet të kontrollohen nga shqiptarët, nga ata që ju takojnë, e jo nga pushtetarët malazez apo serb që tani kanë mjaft fuqi në Malësi. Pra, unë jam i mendimit se gjithsesi shqiptarët, edhe ashtu duket se edhe ka medalë në fund se shqiptarët do të mbeten sot të atij venit dhe komuna e Ulçinit e askush tjetër nuk ka drejt vendosi për plazhin e Madh Ulçinit, që është plazhi më i mirë në krejt Malësi. Është pothuaj kopje e plazhit që është në anën tjetër të kufirit në shtetin shqiptar, në shtetin Am. Në plazhi i Velipojës është identik me atë të plazhit të madh që është në Ulçin, me një ram të jashtëzakonshme që Malizi nuk e ka askund dhe kuptohet se aty ne ju intereson shumë që të mund të futen
dhe të grabisin sa ma tepër aty, po nuk besoj se do të jetë si. Nuk janë vetëm ulcinakët që janë kompakt në këtë rast, kundër marrjes se plazhit madh, po janë edhe gjithë shqiptarët në maltësi, edhe Tuzi, edhe Gucia e tjerë, pra janë që kjo tokë të mes shqiptarëve, se pra është e tyre. Të dashur teleshikues, shoqata Malësia e Madhe, ashtu si gjithë Malësia, por bëhet nga fshatër ndryshme, siç është edhe Koja. Pra edhe shoqata Koja ka atë veçoritë e veta, natyrisht ka independencën e vet, por është edhe në kuadër të shoqatës Malësia e Madhe. Si e shihni bashkëpunimin? Po bashkëpunimi ka qenë gjithmonë i mrekullueshëm me gjitha shoqatat, edhe ashtu duhet. Më qysh krijimi i shoqatës Koja, bashkëpunimi me gjitha shoqatat shqiptare dhe në gjitha ngjarjet e problemet ku është kënë nevoja që i bashkëpunohet, ave ban më të fortë. Ne në Mërgim nuk jem të bashkuam e të ardhën që të luftojmë njëri tjetrin, po të bashkëpunojmë, të duam njëri tjetrin, të duam gjuhën, të punojmë për familjet, punojmë për vendlindjen, edhe kuptohet edhe për komunitetin shqiptar që janë këtu në Michigan. Dhe unë përgëzoj punën e shoqatës Malësia e Madhe, që ka bën shumë vepra që dikur kam qenë edhe unë antari i shoqatës Malësia e Madhe, me të vërtet ka merita të mëdha, dhe gjitha shoqatat e tjera në këtë mënyrë tregon që vendlindjen se harrojmë, por vendlindja nuk pahet me fjalë, por me vepra konkretisht, si kur sonte që kjo fundraising i madhështor, ku morën në pjesë shoqatat e komunitetit që janë shumë me rëndësi, që së bashkut ne do të preparojmë, së bashkut do të jemi më të fortë, dhe së bashkut në këtë mënyrë shoqatat kanë edhe luajnë një rol të madh në çdo komunitet, dhe duhet të respektohen nga çdo komunitet, të gjitha shoqatat që veprojnë për të mirën e vendlindjes, për të mirën e Malësisë, të mirën e Shqipërisë, por dhe për të mirën e ruajtjes e traditet këtu në Mërgim. Zoti Marash, ju faleminderit për punën që bëni, për angazhimin e vazhdueshëm, edhe pse ja keni lënë shoqatës Koja të zotit Kërvoka, i cili në fjalën e tij të shkurtër por mjaft domethënëse i tëroqi të pranishmit. Ju uroj të vazhdoni punën e tuaj, jo vetëm në kuadër shoqatës, por edhe në kuadër të Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane. Unë me të vërtet sonte shumë i lumtur, jo vetëm që e mora pjesë në këtë darkë, por mora pjesë pas 8 vitesh si ish kryetari i shoqatës Koja, po me krenari e digjova kryetarin Nua Gorvoka me fjalët e zgjedhuna, me fjalët e bukura, ashtu si din Kojasit dhe si din Malësor, dhe jam shumë krenar që shoqata Koja sot është në duar të forta dhe një kryesi të cilën e përshëndes nga zemra. E pra të dashur teleshikues, në ambientin e krijuar nga muzika folklorike e Hananik Prelaj apo edhe e grupit të Kuqesi, përfundoi kjo mbrëmje me atmosferën e gëzimit, sikudo që vlerëson kontributin e patriotik të malësorëve në drejtim të ruajtjes së vlerave kombëtare, në drejtim të mbështetjes për vendindjen. Miru takoshim në emisione të tjera.